Shumë qytetar, domethënë. Do fitoj në një projekt për memen më të më. Mua më ka pëlqyer më shumë nobody's paying us, we all hate you for free. E përkthem pak në shqip për ata që Ases po na paguan, po të urejmë falas. Ose pse mund një bërë samiti i vërtet i diasporës, domethënë janë aq shumë fani, ka qenë shumë edhe për të qeshur, domethënë, në sensin që kanë qenë shumë karizmatike, për të qenë korrekte ka disa elemente me të komunikimit, sepse satira Po ezëm ke brylli frikën. Nga bryli po shkojnë protestuesit, po. Sepse ulën ata idenë e paprekshmërisë, e ul frikën, përhapen shumë shpejt, janë shumë virale, sepse janë të këndshme. E thjeshtëzojnë mesazhin, japin gjëra të komplikuara, japin në një sintezë shumë lehtësisht të përgjithshme. 10-15 nga këto të japin një impakt të jashtëzakonshëm. Rrisin shumë angazhimin, domethënë ka më shumë gjasa. Kur e mbyll ti? Ka më shumë gjasa. Jemi live, Laila. Jemi live. Shumë optimizëm në studio zot. Ka më shumë. Laila është jemi live, Laila. Laila është përfshirë në protestë. Se po presin grupi atje, jo për grupi në protestë. Edhe sa vazhdon edhe 15 minuta dhe e lirë të shkosh të protestosh, Laila. Shumë interesante kjo satira në si lëvizje politike, sepse edhe përveç edhe ul frikën, pra edhe bëhet virale, rrit angazhimin, por edhe sintetizon në mënyrë shumë të thjeshtë gjëra shumë të komplikuara. Domethënë edhe plus që i bën njerëz të ndihen shumë më tepër të lidhur me njëri, krijojnë një farë sensi solidariteti. Në këtë aspekt satira mbase nuk rrezon qeverinë, por faktikisht bie frika edhe e ka bërë pak e ka cënuar pa thyeshmërinë, pa poshtmërinë, edhe e ka ridikulizuar në atë aspekti që se merr njeriu më seriozisht. Domethënë ky nivel i ridikulizimit, i talljes, domethënë e bën që edhe vetë njerëzit më besnik të qeverisë ta mbrojnë. E bën të vështirë, pra rrit koston e të mbrojturit të qeverisë, sepse është bërë aq objekt tallës, sidomos me këto armiqt e një pasnjëshëm që u gjendën, domethënë ishin pa numër të llojeve me fantazia armiqve që u gjendën nga brenda dhe nga jashtë,